ditën e premte, mediat përsëri do jenë të pranishme, ne do të nënshkruajmë zyrtarisht marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës, gjë të cilën unë kam paralajmëruar para rreth një muaji, tashmë ajo është gati dhe rektori i Universitetit të Tiranës, profesor doktor Artan Hoxha, i cili është në tjetrin kohë kryetari i konferencës së rektorëve, do jetë në sallën e Senatit në orën 11 premten për të nënshkruar të marrëveshjes zyrtare bashkëpunimit. Detajet do japin ditën e premte. Ky ishte mashtrimi i radhës i rektorit të Universitetit të Shkodrës Tonin Gjuraj në mbledhjen e Senatit Akademik zhvilluar 2 ditë më parë para mediave, të cilat i therrët vetëm për të thënë fjalën dhe propagandën e tij dhe ku nuk pranon asnjë pyetje. Rektori Gjuraj foli për një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Tiranës këtë premte në orën 11. Madje Gjuraj shkoi më tej duke folur me fjalë të mëdha për një marrëveshje të cilën e ka paralajmëruar para një muaji, por një marrëveshje e tillë ka dështuar këtë premte. Kjo pasi mbledhja nuk është zhvilluar ashtu siç propagandoi rektori Gjuraj. Nuk dihen arsyet e dështimit të kësaj mbledhje, por me sa duket më shumë kemi të bëjmë me një mashtrim të radhës. Cilat janë arsyet që nuk u zhvillua apo ishte një mashtrim i radhës i tij në krye të universitetit, të cilin po vazhdon ta përdor për interesat e tij, ashtu siç bëri me procesin e zgjedhjes së administratorit të ri, proces të cilin e zvarriti për 10 muaj, duke ushtruar presione dhe përdorur fjalë fyese për të arritur qëllimin e tij. Metodat e cilat po i përdor që kur ka marrë pa merita drejtimin e Universitetit të Shkodrës.